Krimbi i pishës, apo siç njihet ndryshe procesionarja, vijon të sfidojë terrenin në vendin tonë. Nëse në fillimet e saj ajo preku masivet pyjore me pishë të zezë në zonat e ulta, tashmë ka prekur edhe masivet në zonat e larta duke sfiduar temperaturat e ulta gjatë dimrit. Rasti konkret është i masivit pyjor me pishë të zezë mbi fshatin Patin të Bashkisë Klos. Siç duket nga pamjet, prania e procesionares ka qenë thuajse në të gjitha pemet e pishës së zezë, duke shkaktuar një masakër mjedisore në të, me ngrënien e halave të gjelbra. Deri tani kjo është zona ndoshta në lartësinë më të madhe ku krimbi i pishës është prezent dhe në sasi shumë të mëdha. Ekspertët kanë vënë re përshtatin e këtij dëmtuesi me temperaturat e vendit tonë në mënyrë graduale, duke rezistuar edhe dimrit ku termometri zbret disa gradë nën zero. Me gjithë rrezikun që i kanoset pishës së zezë në vendin tonë si pasojë e prekjes nga procesionarja, ende nuk ka një nismë kombëtare për të pastruar dhe shpëtuar masivet pyjore me pishë, sipërfaqja e infektuar së cilës ka shkuar afro në 200.000 hektar.